Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus, në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër speciale. Është me mua aktivistja në shoqërinë civile dhe avokatja e mrekullueshme Pranvera Paci. Mirëmëngjesi dashur, faleminderit që je sot me ne në Info Plus. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Është një kënaqësi gjithmonë të kem të ftuara kaq speciale sa ti, një vajzë e re shumë e përkushtuar në profesionin dhe në ato që bën. Faleminderit. Dua ta nisim nga fillimet e tua, dashur. Ti ke filluar si një aktiviste në shoqërinë civile dhe rrugtimi jot ka qenë gjithnjë më shumë dinamik. Dhe më pas duke qenë një avokate e re. Do të më tregosh pak që nga fillimet e tua. Që nga fillimet e mia, unë gjatë kohës të zhvillimit të studimeve universitare, kam qenë dhe aktiviste në shoqërinë civile. Jam njohur me organizatën Alternativa Studentore, ku kam marrë një mundësi shumë të mirë rreth asaj organizate, dhe erdhi një moment që gjatë zhvillimit të studimeve të mia, përveç faktit që e studioja nga dimensioni teorik, duhet të kaloja edhe tek dimensioni praktik, pra të njihem me problemet reale të qytetarëve në qytet. Dhe nëpërmjet kësaj organizate, duke qenë se filloi dhe u krijua si një lloj platforme për mobilizimin e trinjve, u krijua sot që është kjo organizatë edhe që merret për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të studentëve, por edhe qytetarëve. Pra është një angazhim që nga cila moshë, nga mosha ndoshta 18 vjeç? Mosha 20-21 në kohën e studimeve. Moshë shumë të re. Sa ka ndryshuar ky angazhim nga koha që ti ke filluar dhe deri më sot? Çdo ditë më shumë, duke u marrë me shoqërinë civile, me organizatën e studentave, sjell ndryshime të mëdha qoftë për personin që angazhohet, por qoftë edhe për studentët e tjerë, që është një mundësi shumë e mirë. Tek unë ka vazhdu shumë vite më përpara, edhe posa që jam avokate, ende merrem me organizatën Alternativa Studentore, sepse nuk duhet shkëputesh nga shoqëria civile, mos të merresh vetëm në dimensionin juridik, tani që kemi kaluar jemi bë avokat, por duhet të merresh edhe me realitetin, me problemet aktuale të qytetarëve. Nga vullnetare në këtë organizat tek drejtoresh organizative që ti je sot, sa ka ndryshuar ky rrugtim dhe sa të ka rritur ty si pranver? Rrugtimi im nëpërmjet kësaj organizate ka vazhdu që në momentin, momenti i parë ishte si vullnetare thjesht aty në organizat, më pas kam kaluar në statusin e antarit, dhe në fund pastaj që jam dhe sot drejtoresh ekzekutive. Nuk ka qenë e lehtë, patjetër se edhe shoqëria civile ka ato problematikat e veta, ka nguljet dhe ngritjet e saj, por ja kam dalë deri tani. Marrja pjesë në saj të aftëson, jo vetëm mu që unë sot më kanë ndihmuar të jem edhe avokate, por edhe për studentë tjerë, cilët duan të bëjnë përpara, të ecën, të aftësohen, marrja pjesë në shoqërinë civile i ndihmon shumë, përveç faktit që i aftëson ata. Ka dhe pjesën tjetër që duke u angazhuar në shoqërinë civile bëhet promovimi, mbrojtja e drejtave të njeriut dhe po ashtu afrohet edhe jep për një shoqëri më të lirë, më demokratike, më të ndërgjegjësuar dhe shumë më aktive. Pra ti përmende që ndikon në formimin e studentëve, se ka ndikuar që ti je sot avokate, marrja pjesë në një shoqëri civile? Ka ndiku shumë, të them drejtën, më ka motivu shumë, më ka prek shumë patjetër, por ndikimi i saj për të zgjedhur për të bënë avokate është komplet puna që unë kam bënë të rend duke u njohur me problemet reale, sociale, nëpërmjet aktiviteteve, iniciativave, apo në mënyra të tjera që unë shiha me të vërtetë që këta qytetarë kanë këtë lloj problematikash, edhe pse mos t'i futem avokatisë tek e fundit dhe të vazhdoj profesionin e avokatit. Sa ndikojnë këto organizata në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Shqipëri? A ka ndikim thelbësor apo ndoshta shihen si dulësore? Jo, ka një rol shumë të rëndësishëm për faktin sepse shoqëria civile, them drejtën, merret me promovimin edhe mbrojtjen e drejtave të njerëzit, po ashtu ka dhe organizata të tjera që janë me fusha të tjera, por në rastin konkret shoqëria civile shihet si një urlidhse midis qytetarit edhe midis institucioneve publike. Në marrja pjesë edhe angazhimi në organizatat e shoqërisë civile sjell një domosdoshmëri për qytetin dhe duke u angazhuar në ta ka edhe më shumë shoqëri më aktive, është shoqëri
ku është më ndërgjegjshme në proceset demokratike dhe po ashtu shoqëria civile të jep indicjen edhe të jep forcimin përmes transparencës, llogaridhënies edhe ndërgjegjësimit të komunitetit. Prandaj dhe shoqëria civile ka një rol shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm, patjetër. A janë të rinjt të përfshirë mjaftueshëm në këtë shoqëri civile dhe në këtë shoqata? Atëherë, në lidhje me të rinjt sa janë të përfshirë në shoqërinë civile, ka shumë hapësira, të drejtën, thjesht studenti dhe njëri duhet të kërkojë, duhet të hulumtojë që në mënyrë që marrja pjesë në këto projekte vullnetare, në iniciativa, në organizata të ndryshme, sidomos edhe organizata studentore, ndihmojnë studentit të aftësohet sepse gjatë rrugës që ai merret me këto aktivitete sociale në terren bëhet fjalë se studenti, një qytetar aktivist duhet dalin në terren një punën, një qytetin, një qytetar komplet pjesën që e aftëson. Pra rritet çdo ditë më shumë që merresh me shoqërinë civile, aftësohesh. Nuk humbas i gjallë, thjesht aftësohesh. Ndoshta shërben edhe për të bërë këtë diferencimin nga librat tek ajo çfarë realisht i pret në tregun e punës pranver? Patjetër që po. Është një diferencë shumë e madhe. Ta thash edhe më parë që duke marrë vetëm me dimensionin teorik, studenti vetëm son nga ana teorike, duhet ta sinkronizojë edhe me anën praktike. Sepse një student i cili bën edhe teorinë edhe praktikën, del një jetë shumë i aftësuar. Patjetër. Cilat janë disa nga iniciativat ose organizimet që keni bërë ju si organizat? Organizata Alternativa Studentore ka shumë iniciativa që ka marrë në qytet. Unë do të përmendi disa në mënyrë të përmbledhur. Në mënyrë të përgjithshme, patjetër, sepse ndoshta nuk mund të se kemi një nga një. Disa nga iniciative që ka marrë kjo organizat janë iniciativa me shtëpinë e moshuarve, janë iniciativa me shtëpitë e fëmijëve që janë në qytetin e Shkodrës, janë iniciativat e seancave të dhërimit të gjakut. Po ashtu sfundmi kemi edhe promovimin në nxjerrjes së kafes së gjyshave me 20 lekë të reja ose 200 lekë të vjetra në gjuhën popullore. Dhe normalisht vazhdon nesër ky projekt që i ofrohet gjyshëve tanë në shenjë respekti nga të rinjtë e qytetit Shkodrës. Iniciativa tjera që ne kemi marrë janë një ndër projekte që unë kam punu shumë dhe shumë aktive të drejtën dhe ka qenë dhe projekti Karta Studentore. Në lidhje me kartën studentore, patjetër që kemi pas sulmet tona, ullje dhe ngritjet tona, patjetër, se duhet kesh mbështetje nga shumë faktor, nga shumë institucione, por jo gjithkush e mirëpret apo e kupton. Patjetër. Është shumë filozofi që një drejtues institucioni duhet ta mirëpres, por secili ka nga institucionet filozofinë e saj. Me kartën studentore, se kjo tani e kam vazhduar që kohën kur isha në universitet studente, Karta studentore ka ofru produkte dhe shërbime me zbritje nga 10 deri në 50% zbritje për studentët dhe për familjarët e studentëve, ku kanë qenë shumë bizneset përfshime, veshmbathje, furbuke, laborator analize, është një rrjet farmacinash, klinik dentare patjetër, që përfiton dhe studentët dhe familjarët e studentit. Sa bukur. Nga Bashkia Shkodër është promovu tani edhe karta studentit në qytet. Presim që të dalin një kartë të tillë, mirë pres me dashamirësinë më të madhe, sepse për studentin është mirë të ketë edhe një kartë nga bashkia dhe një kartë nga shoqëria civile, se veç mirë bëhet tek e fundit për studentin. Po ashtu një iniciativë tjetër që është karta dhurata jon për ju, që është bërë organizatës para dhe tetraplegjik, që ofron produkte dhe shërbime me zbritje për atë kategori. Edhe presim që ta përhapim edhe më shumë qytetin Shkodër në bashkëpunim me Shërbimin Social Shkodër. Duke qenë se janë vetëm për atë organizat, ne duhet ta përhapim edhe më shumë për pjesën tjetër që janë në Shkodër, që përfshin komplet pjesa e prefekturës Shkodër. Duhet të flasim pak për fushën e dëmshpërblimeve. Shpesh herë është e pakuptueshme ndoshta nga publiku. Mund të na shpjegoj pranvera pak më gjatë ose pak më mirë që ta bëjmë më të afrueshme këtë mëngjes tek publiku si fushë? Në fushën e dëmshpërblimeve, saktësisht dëmshpërblimet është kur një person i bën një dëm një personi tjetër dhe ky person ka detyrimin që ta kompensojë personin që i ka bërë dëmin.
Në legjislacionin shqiptar, këto dispozita rregullohen nga Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, ku personi i cili shkakton dëmin ka detyrimin ta kompensojë personin që i ka bërë dëmin, qoftë me veprim ose qoftë pa veprim të tij. Pra po si merret, kështu është në të vërtetë. Po nga popullsia ose nga të gjithë ne, nga qytetarët e thjeshtë pranverësi kuptohet. Faktikisht, kur ndodh një dëm një personi, duhet të drejtohet një profesionist, duhet të drejtohet profesionit avokatit, në mënyrë që të këshillohet, të di drejtat e tij se si ta përfitoj këtë lloj dëmshpërblimi, për faktin sepse ka situata të ndryshme, raste të ndryshme tek të cilat duhet një këshillim i një profesionisti ose më saktë profesionit avokatit. Prandaj edhe nëse ndodh një dëm, nuk din sepse nuk ka njohurinë e duhur qytetari për të përfituar atë lloj dëmshpërblimi, sa është në varësi të situatave. Po në cilët raste pak a shumë kanë më shumë të drejtë të kërkojnë një dëmshpërblim? Atëherë, rastet për të cilat qytetarët munden të fitojnë dëmshpërblimit ose rastet e situatave, çështjeve që kanë të drejtë dëmshpërblimit janë rastet e aksidenteve rrugore, janë rastet e aksidenteve në punë, gabimet mjekësore që bëhen, shkelja kontratave apo kur kemi dhunë fizike dhe psikologjike. Në këto raste, individi i dëmtuar ka të drejtën e një dëmshpërblimi normalisht duke ndjek një procedurë juridike që është e caktuar e cila jepet nga profesionisti avokat. Sa e lehtë ose sa e vështirë është nga një qytetar të marrë një dëmshpërblim që atij i takon? Pra, i takon me merit dhe sa e lehtë ose sa e vështirë, sepse shikojmë që gjërat në Shqipëri ndonjëherë janë edhe tepër të komplikuara, qoftë nga mungesa e informacionit. Të them tani, duke qenë se nga qyteti jonë është larguar dhe gjykata e apelit, kjo shkakton një vështirësi, një kosto financiar më të lartë për qytetarin, shton humbjen e kohës edhe më shumë, proceset gjyqësore janë shumë edhe më të zgjatura, kjo është problem shumë i madh proceset e zgjatura për shkak të largimit të gjykatës. Sjell kohëzgjatje të saj, por vetë si proces gjyqësor nuk është shumë i gjatë. Nëse ti merresh me profesionistin, me atë të cilin ty të njofton për drejtat e tuaja, të njeh për të drejtat e tuaja, nuk është proces i gjatë, por faktikisht ne na penalizon shumë largimi i gjykatës apelit. Ky është problem aktualisht, për faktin sepse drejtësia duhet të jetë sa më afër qytetarit. Patjetër. Aktualisht detyrohet qytetarit ndjekin drejtësinë. A janë të kulturuar apo të mësuar qytetarët shkodran me pjesën që se si duhet ta marrin dëmshpërblimin, apo se si duhet ta kërkojnë, se sa afër me profesionistin duhet të jenë, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme. Mënyra se si ata vinë tek profesionisti dhe sa e kërkojnë ndihmën e tij. Atëherë, është një kulturë që edhe sot hasim problematika me qytetarët për njohjen e drejtave të tyre, për faktin sepse nuk është se të gjithë e dinë ligjin, nuk është se të gjithë e kuptojnë ligjin, prandaj duhet profesionisti që të këshillojnë qytetarin, të njihet me drejtat e tij, të njihet me mënyrën e dëmshpërblimit të rastit që ka, sepse rastet janë të ndryshme dhe dëmshpërblimi është ndryshe nga rasti në rast. Prandaj edhe qytetari nuk është se ka një informacion shumë, duhet kërkojnë për marrjen e informacioneve nga një profesionist në mënyrë që di edhe se sa do të jetë dëmshpërblimi i tij, kompensimi i tij apo sa i zgjat procedura për ta fituar atë. Por në rastet e dhunës, aksidenteve apo dëmtimeve morale, si duhet të procedojë një qytetar ose një individ pranver? Në rastet e dhunës fizike apo psikologjike, të them të drejtën, ato duhen të dokumentohen, të provohen që është bërë një dhunë e tillë, duhet të bëhet lidhja shkaksore me anë veprimit apo mos veprimit që i ka ndodhur personit dëmi. Përveç asaj që duhet ta dokumentoj, duhet edhe të ketë një lloj kosteje qytetari. Ka një koste që e paguan qytetari pranë profesionistit, por ajo që ne na penalizon ishte largimi i gjykatës, por edhe mos marrja informacione që kanë qytetarë për drejtat e tyre. Mendoj se duhet bëhet më shumë promovim për njohjen e tyre dhe më shumë marrje dienie nga qytetarët për të drejtat e tyre. Shpeshherë qytetarët largohen nga kërkesa e të drejtave ose e dëmshpërblimeve, për faktin sepse mendojnë sepse ato janë procese shumë të gjata dhe shumë të kushtueshme.
Mund të nga tregosh ti pak a shumë se si janë këto procese realisht? A janë kaq të gjata sa ne kemi vendosur në mendësinë tonë dhe kaq të kushtueshme? E kuptoj pyetjen. Këta persona cilët i pëson një dëm nga një person tjetër, apo nga një struktur tjetër, kompani apo diçka tjetër, çfarë do lloj mënyre asaj strukturës tjetër që tjetë, i vetëm nuk mundet ta mbrojë. Gjithmonë duhet ndihma dhe këshillimi i një personi tjetër që hyn në lojë profesioni i avokatit. Në këtë raste kemi procese gjyqësore shumë të zgjatura, pasi kemi një stok të madh në gjykatën e apelit dhe kjo është arsyeja edhe pse zgjaten proceset gjyqësore. Diçka tjetër që mund të theksoj janë edhe ndërhyrjet nga jashtë, që i bëhet një qytetar i frika e tyre, presioni social që mund të kenë ata, apo mosbesimi, sidomos në institucionet e sistemit të drejtësisë. Sot kemi mosbesim shumë nga qytetarët mbi institucionet e drejtësisë. Të duhet punojmë fort, edhe në qoftë si profesionistë të rinj të avokatisë, por edhe vetë qytetare. Më thënë, sa më afër, ta ofrojmë aq më mirë është që ta marrin drejtën e tij, ta marrin kompensimin e tij. Në fushën tënde si avokate, cilat janë rastet më të shpeshta që ke hasur nga qytetarët për dëmshpërblimet? Rastet më të shpeshta, në rastet më shpeshta janë aksidentet rrugore të drejtën, janë edhe aksidentet të punës, ku unë kam një rast të aksidentit të punës, ku është me një kompani turke, që është bërë ndërtimi i pallateve të tërmetit, aktualisht jam në përfaqësim me sipër të atij rasti, po ashtu janë edhe të gabimeve mjekësore që u bën tek pacientët, po, gabimet mjekësore, neglizhenca mjekësore, ose trajtimi i gabuar që i bëhet i pacientëve, apo mosmarrja e pëlqimit të individit. Këto do të thënë që unë i kam hasë tani në profesionin tim, ku përveç pjesës tjetër është edhe një rast tjetër që unë kam në përfaqësim me sipër, është rasti një fëmije 3 vjeç që është bërë amputimi i gishtit, që jam në mbrojtje të saj në Shqipërinë tjetër Kosovë me një spital privat. Sa e vështirë është marrësh përsipër këtë raste? Ndoshta duke i rënë, të themi duke i rënë ndesh pa dashur, por më të drejtën tënde një tjetër profesionisti. Duhet të ketë shumë takt, se je me kolegun tënd, por të ke fundit unë jam për mbrojtjen e interesit të klientit që unë kam, rrugën nuk e hap, se patjetër unë kam një klient. Ai klient duhet dalin i kënaqur nga avokati që ai ka zgjedhur, dhe patjetër duhet ndjek procedura deri në fund me përpikmëri dhe duhet të njoftohet për hapat e procedurës që avokati ka ndërmarrë, në mënyrë që truhet komunikimi avokat-klient. Por nëse flasim për dëmshpërblimet morale, sa funksionojnë dhe si funksionojnë në Shqipëri, sepse jemi mësuar gjithmonë të kemi vetëm këto dëmshpërblimet materiale dhe të ngulim këmbë për pjesën e tyre, po për pjesën morale. Për pjesën morale, shiko, në shtetin shqiptar për pjesën morale është në zhvillim e sipër, për faktin sepse nuk ka qenë shumë e zhvilluar më përpara, nuk i kanë dhënë rëndësinë e duhur, por sot tek dëmshpërblimet morale ka vazhduar dhe është në zhvillim e sipër në gjykata shqiptare, në proceset gjyqësore, dhe sidomos gjykatës shqiptare po marrin dhe precedentet e gjykatës europiane të drejtave e njerëzit, për faktin sepse ne po harmonizojmë ligjin shqiptar me ligjin europian dhe hyrja në Bashkimin Evropian do të vazhdon të bëhet edhe më shumë më e vështirë kuptimi për qytetarët të legjislacionit shqiptar. Po, shpesh herë kemi dëgjuar që qytetarët nuk e vazhdojnë deri në fund proceset gjyqësore. Qofshin këto raste dhune, raste të ndryshme që kemi hasur. Pse ndodh kjo? Nga friga, ndodh nga pasiguria, ndodh nga kërkesa e kostos. Në perceptimin tonë si avokate, si e gjykon, pse ndodhin këto raste që një proces nuk çohet deri në fund nga qytetari? E kuptoj pyetjen. E para është se nuk ka informacionin. Ne me të vërtet kemi informacion të bollshëm, por informacion konkret që të njën me drejtat e tyre, me drejtat e lirit e melorët e njerijut, është informacion thartë më parë që duhet kërkojnë qytetari. Janë proceset ligjore të zgjatura që kemi parë më përpara të çështjeve tjera që e bën të lodhshme për qytetarin
koste financiare ka dhe më shumë se i trembet zgjatjes së procesit dytësor. Thashtë edhe më përpara që janë edhe ndërhyrjet informale që bëhen nga jashtë, që e step qytetarin. Po ashtu mosbesimi në institucionet e sistemit të drejtësisë është shumë për të lënë në ndyshje në pikpyetje të madhe. Prandaj edhe ne duhet të mësojmë sa më shumë të forcojmë besimin tek institucionet në mënyrë që qytetari, po, me të vërtet, më ka ndodhur një dëm dhe unë do ta kërkoja dëm shpërblim, se është imi, i ka ndodhur dëmi. Kjo është ideja që janë disa mungesat të cilët e bëjnë qytetarin të bëjë një hap mbrapa, qoftë edhe për padjenisë, qoftë edhe për shkak të këtyre termave që unë përmenda më parë. Nëse ti si avokate do kishe ndryshuar diçka tek legjislacioni shqiptar për të lehtësuar punën qytetarëve, për të lehtësuar edhe punën tuaj, ndoshta edhe e drejtë atyre të dalë më në pa, çfarë do ishte ajo? E para gjë që do bëja, do të ishte ekspertiza teknike dhe po ashtu të largoj këtë zgjatjen e proceseve gjyqësore, se është një katrahur qoftë për avokatin, që është shumë e lodhshme, por qoftë edhe për qytetarin. E lodh qytetarin në kohë, i krijon stres psikologjik. Kjo është ideja. Të jenë sa më të shkurtra pjesa e proceseve gjyqësore, aq më afër është drejtësia për qytetarin. Ti si avokate e re, sa të vështirë dhe sa të bukur e shikon punën? E vështirë është, nuk them se është e lehtë, por kur ke pasion për profesionin që ke zgjedh, i kalon gjitha vështirësitë, edhe me mbështetjen që unë kam nga organizata, patjetër se nuk them se nuk kam marrë mbështetje. Kjo është diçka shumë e bukur. Kur ke një mbështetje të madhe, është diçka shumë e bukur. Se vend diskutim se është në mbështetje një strukturë, nuk e vend diskutim. Do ja dal. Patjetër që po. Por nëse keni një çështje të vështirë, ke hasur, e mban mend, pavarësisht se puna jote është ndoshta në fillim edhe në hapat e saj të parë, mund të cilësosh një çështje si më të vështirën që ke hasur deri më sot? Një çështje që është më vështira, që unë kam edhe aktualisht në procese sipër, është rast mjekësor, sepse rastet që kanë të bëjnë me sistemin mjekësor janë raste që duhet të jesh shumë strikt, duhet të jesh shumë i futën në situatë, po ashtu edhe ligji shqiptar me Shqipërinë tjetër Kosovë. Kanë ato ndryshimet e vogla të tyre, por është një çështje me dëmshpërblim që nuk jam vetëm, jam bashkë me një koleg tjetër që përballje me një strukturë të madhe spitalore, je shumë më strikt, je shumë më i fortë, shumë më drejtë, domethënë. Po një çështje që ti mund ta specifikosh si më krenaren, të ka bërë më krenare nga të gjitha, sepse ke thënë që po, ky profesion është ideali që unë kam zgjedhur nga kjo çështje. Ka një çështje që mund ta specifikosh? Çështje që mund ta specifikoj. M'falni. Të lutem, është e kuptueshme. Zgjedhjet martësore janë shumë të thjeshta. Kam një rast zgjidhje martësore, të them drejtën, është shumë konfliktual. Jam në zgjidhje sipër, sepse avokati faktikisht duhet bëjë edhe rolin e hetuesit, duhet bëjë edhe rolin e psikologut, duhet bëjë edhe rolin e shoqes, pastaj me zonjën fjalë, se pala që unë mbroj është zonjë, dhe janë shumë konfliktuale dhe them drejtën, nuk isha has më përpara se është çështje edhe në qytetin e Shkodrës për të njëjtën objekt, zgjidhje martese, është edhe në gjykatën e Durrësit, po për të njëjtën çështje me objekt zgjidhje martese. Kështu që unë jam midis dy qyteteve, dy gjykatave që unë do të koordinoj me të dyja, cila do të pushohet, cila do të vazhdohet në mënyrë që zonjat marrin divorcin sa më përpara, herë që t'i shpëtoj asaj marrëdhënie konfliktuale, por edhe të dalin e kënaqur tek e fundit me mua si avokate e re që jam. Tani unë jam e re në profesion, do të krijoj besimin te qytetari. Kur del një qytetar që është i lodhur, i stresuar nga sistemi i drejtësisë, për mua është fat i madh që e kam njoft edhe më ka dhënë mundësinë që ta ndihmoj. Ti përmend shpesh që qytetarët janë të lodhur dhe të stresuar nga sistemi i drejtësisë. Ligjet, a janë në mbrojtje të qytetarëve shqiptar apo shpesh ndodhe kundërta?
Ja, ligjet në legjislacionin shqiptar janë në mbrojtje të qytetarit, por duhet dish me këtë të lidhesh të komunikosh për ta nxjerrë të drejtën tënde. Pra duhet gjesh profesionistin, atë që don të punoj, ai që don të bëj karrierën tek e fundit. Legjislacioni shqiptar ja ka dhënë hapësirën të gjithë qytetarëve të Republikës Shqipërisë për mbrojtjen, për kompensimin patjetër. Pra, dispozitat ne i kemi shumë të mira. Thjesht na penalizon pjesa e kosgjatjes së proceseve gjyqësore dhe gjetja profesionistit që e ka në dorë qytetari. Kjo është diferenca e madhe. Ti si avokate e re, në cilën pjesë ose në cilën fush ti mund të punoje gjithmonë, ndoshta pa ndjerë atë lodhjen e madhe, sepse nuk mund të themi që pa ndjerë lodhje fare, është e pamundur, por pa ndjerë lodhjen e madhe, cila fush është që ty të bën të ndjesh pak më komode? Cili proces gjyqësor? Dhe më thënë, që janë të thjeshta edhe më të shpejta për profesionin avokatit janë zgjidhjet martësore, se është çështje e thjeshtë. Është diskutuar. Po, është e thjeshtë. Më pëlqejnë rastet më të vështira, sepse sfidoj dhe veten, mësoj edhe më shumë, nxjerr të kënaqur një qytetar, edhe pse jo është edhe krimi ndërtuar kur ti lidhesh se kur ke një çështje të vështirë, i jep zgjidhje atij problemi, patjetër që do kesh edhe raste të tjera që kur të vinë atëherë do duken shumë të thjeshta. Pra fusha e dëmshpërblimeve është aty ku jam fokusu. Ndoshta për pjesën e divorceve, pjesa që të mbrosh një femër, të bën edhe më shumë feministe pranverë? Të forcon pak më shumë pjesën tënde feministe? Jo, sepse profesioni i avokatit duhet të jetë akull, duhet të jetë i ftohtë, në mënyrë që drejtësia të jetë e sigurt, solide dhe orientuar drejt sistemit të drejtësisë, pra drejt drejtësisë. Jam me akullt. Të drejtën e ka edhe pjesa e gjinies mashkullore, edhe e gjinies femërore. Pra nuk ka asnjë ndikim nga pranvera për pjesën? Absolutisht që jo. Thjesht kush ka marrë damin, patjetër që do të bëjë të pamundëren që e drejta atij të dalën. Po tek pjesa e dëmshpërblimeve, si përkushtohesh më shumë, domethënë duke qenë e akullt në pjesën që ndoshta qytetari që është afruar tek ti nuk ka shumë të drejtë, ti si vepron? Je gjithmonë pro asaj që ai thot dhe je gjithmonë pro të nxjerrësh atë që qytetari jot po thot? Kjo është një pyetje me spec. Patjetër që unë do të mbroj interesat e klientit që unë përfaqësoj e parë punës. E dyta, duhet shoh hapësirë që më lejon ligji për të bë. Po nuk pata hapësirë, unë do të eci sipas legjislacionit shqiptar, pra mundësia që më jep legjislacioni shqiptar, ama klienti kupton të drejtat dhe detyrimet e tij, dëmin që ka shkaktuar, apo edhe të mirat që vinë pas kësaj. Se edhe një person i cili mund të jetë dyshor që ka kryer një vepër, ka të drejtën e tij për një proces të rregullt gjyqësor. Çfarë këshille do t'ju jepte pranvera qytetarëve shqiptar që kanë një proces gjyqësor apo duhet të afrohen afër një profesionisti avokat? Një këshill që do e jepja, të them drejtën, është që në rastet e dëmtimit të personit që pësojnë një padrejtësi, duhet bëjnë mbledhjen e provave, që të vërtetohet lidhja shkaksore nga ku ka ardhur, nga veprimi apo nga mosveprimi i personit që ka shkaktuar dëmin. Një këshill tjetër që do jepja ndjes është që personit të cilit i është shkaktuar dëmi duhet të ngrisë zërin për drejtën e tij, duhet të bëj kontakt me një profesionist, duhet të nxjerrë të drejtën e tij, sepse drejtësia fillon aty në momentin ku qytetari ka kuptuar dëmin që i ka bërë dhe ngritjen e zërit të tij në mënyrë që të përfitojë nga ato drejta që ka. Kjo është fillimi i drejtësisë, fillon tek qytetari që vendos të mos heshtme. Si një vajzë aktiviste, si një avokate shumë e mirë, jam kurioze të di vizionin tënd për të ardhmen, qoftë në avokati, qoftë në shoqërinë civile. Vizioni e para si vizion kam që ngritjen në këmbë të avokatisë që unë kam vazhdu. Nuk e kam vazhdu keq, e kam vazhdu mbar. Edhe të urojmë shumë suksese në këtë rrugë kaq të bukur. Përveç se të vazhdoj pjesën e avokatisë, nuk do lë pas as pjesën e shoqërisë civile, pra do ecin sinkron.
zyra avokatisë time me shoqërinë civile, me organizatën alternativa studentore. Pra unë do jem kam, organizata do jetë në kam, dhe të dyja do mbështesin njëna tjetrën, do ecim kështu sinkron. Kështu që nuk e lë, përveç se avokate do jem edhe me shoqërinë civile. Në fund është shumë e rëndësishme për mua dhe do doja nga ti një thirrje për të gjithë vajzat e reja që dëshirojnë të bëhen avokate. I mshoj shumë faktit që shkollimi i vajzave të reja duhet të jetë me hir apo pa hir. Pavarësisht mentalitetit që mund të hasin vajzat e reja, sot se mentalitetet të ndryshme në qytetet ndryshme. I ftoj vajzat e reja që të arsimohen, të shkollohen, të aftësohen, të marrin pjesë në organizatat e shoqërisë civile, sidomos në ato studentore, sepse ndihmojnë shumë se kanë moshën e tyre, ndihmojnë shumë me njëra tjetrën se ka nga degë të ndryshme, studentë të ndryshëm mësojnë shumë nga njëri tjetri, pra janë të ndërthurur. Pra, edukimi, shkollimi i vajzave shqiptare do sillte një shoqëri më demokratike, një shoqëri më aktive dhe një shoqëri më të përgjegjshme. E dashur, të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe këtë bisedë kaq të këndshme këtë mëngjes së bashku. Faleminderit ju për ftesën dhe ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte e gjithë e jona, faleminderit shumë. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë momente në Star Plus Televizion. Takimi radhës së bashku të hënën.